Njerëzit po I dëgjoj që po ankohen që Kosovën nuk po e viziton askush nga profilet e larta ndërkombëtare, kurse liderët kosovar harroje kur herën e fundit janë takuar me lider evropian. Çka nëse ju them që këtyne ditëve kemi pas një lider që e ka vizitu Pejen, e mas Pejes direkt ka vizitu Moskën. Kuptohet, po flas për patriarkun e Kishës Ortodokse Serbe Porfirien. Tash, nëse po pyetni pse I krahasoj liderët fetar dhe liderët politik, çto ju prit shumë. Erdhin patrikonin e Pejes, majti liturgji për Pashkë dhe më pas u bën takim me Putinin në Kremlin. Tash, sikur kjo të mos mjaftonte, ca nga deklarimet e patriarkut kanë qenë, qysh me thonë, qeve shikojni vetë. Сербский народ смотрит на русский народ как один. И иногда может быть, что надежда большая у сербов, надежда зависит больше от России, русской политики, чем от сербской. Позиция наша, что касается Косово, что касается Республики Сербской, Черногории, я думаю, чувствую, что зависит и от позиции русского государства, Русской Федерации на глобальном уровне. Мое желание и большинства нашей церкви есть, что в перспективе, если будет новое разделение геополитическое, чтобы были близко в этом русском окружении. Вы знаете, мире, да? В русском мире. В русском мире, да. Tash, do për juve, do të thoni ku është lajmi këtu. Krejt e dim, edhe e kemi ditë çka mendohet në Kishën Ortodokse Serbe. Ama, kjo është tjetër nivel. Nuk jemi ka flasim mo për liturgji, as për forma tjera të predikimit, as për komunikime kishtare me grupe të mbyllura, jemi ka flasim për qëndrim të Kishës Ortodokse Serbe të shprirur në takim politik, edhe ato me Vladimir Putinin, jo me njerëz dorës 2 ose 3, ku shprehimi shtuhet populli serb e sheh popullin rus si një, manej që ka raste që serbt ma shumë mojnë shpresë në politikën e Rusisë se ato të Serbisë, dhe se në rast që ka rirreshtim ose rikufizim gjeopolitik, është mirë që ky rajon me qenë afër botës ruse. Tash, pse na intereson kjo temë neve? Ma mirë mu marrë me Albulena Haxhiu nëse me budall në TikTok. Paj, që unë po mendoj që është mirë mu marrë me që temë për 2 arsye. E para, Kisha Ortodokse Serbe është e njohur si e tillë në propozimin ose pakon e Ahtisarit që ka qenë baza e kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, Kisha Ortodokse Serbe si e tillë njihet nga qeveria Kurti II në projekt ligjin për liritë fetare në Kosovë, që nuk ka mbri në renditën e legislaturën e kaluar. Tash nëse keni menduar që legislatura e kaluar ka qenë e lodhët, kjo e tashmë as ka nisas me punu hala, por kjo është tjetër temë. Arsyeja dytë pse duhet merremi me agjendën e patriarkut, përveç se e kemi në agjendë legislative, ose e kemi pas, po nuk e kemi procedu ligjin, arsyeja dytë janë obligimet ndërkombëtare. Në marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, specifikisht parashihet formalizimi I statusit të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Tash, dikush thot nuk ka nënshkrim, s'ka marrëveshje, dikush thot ka pranim edhe punë e madhe që s'ka nënshkrim. E sigurt është që formalizimi I statusit juridik, çka do që I bjen ajo, është obligim ndërkombëtar I Kosovës. Pra, jemi ka flasim për një organizatë që politikisht është super aktive kundër shtetësisë së Kosovës, e njëkohësisht Kosova e ka obligim ligjor edhe ndërkombëtar ta formalizoj statusin e saj. Kuptohet, derisa s'ka qeveri edhe nuk ka kuvend, politika smerët me këtë temë, ata janë busy me Albulenën. Kush mu marrë akademia, cila akademi o birë zeza. Mediat u morëm, ose po merremi.